Numërimi mbrapsht ka filluar. Shqipëria do të përballet me Serbinë në një duel ku fitoria është detyrim. Për shkak të rivalitetit të madh, në stadiumin Air Albania pritet të jetë një duel shumë i luftuar në çdo cep të fushës. Në prag të këtij dueli, trajneri i Shqipërisë Silvinho vlerësoi maksimalisht kundërshtarin. Braziliani premtoi një ndeshje të bukur në fushë dhe shtoi se objektiv janë vetëm 3 pikët. Ata janë një ekip i fortë, të tashmë e din, kanë lojtarë të fortë dhe individualistë si Mitrovic, Vlahovic, Jovic, por nga ana tjetër edhe ne kemi lojtarë shumë të mirë, si Broja, Uzuni, Mana, Enedim Bajrami, për cilët jam shumë krenar. Janë një ekip fizikisht shumë të mirë që kanë dhe bëjnë një tranzicion shumë të shpejt. Nesër shpresoj që ne të kemi një ndeshje të bukur, të gjithë trajnerët e përgatisin një ndeshje për ta fituar. Dëgjova edhe trajnerin e kundërshtarit, i cili po të njëjtën gjë përgatit ndeshjen për ta fituar. Kjo është, shpresoj që ne të dhurojmë një ndeshje të bukur, janë 90 minuta janë shumë të gjata edhe mund të ndodhë çdo lloj gjëje. Ndërkohë që ky rrugtimi drejt botërorit është shumë i shpejt edhe do të presim se si do të shkojë, por që futemi në ndeshje për të marrë 3 pikët. Trajneri i Shqipërisë refuzoi ta zbulojë formacionin që do të ecë në fushë, por theksoi se e ka në mendje 11 të shenjtë titullare. Është vërtet sepse shumë trajnerë në fakt ankohen për situatën e lojtarëve pas sezonit, sepse ndodh shpesh, është një kalendar pak i vështirë në këtë periudhë, plus edhe ndodh që shumë shpesh shumë lojtarë ju bie të kenë 10 ose 15 ditë pushime përpara se të bashkohen kombëtarës. Por kemi bërë 5 deri në 6 ditë të mira rresht trajnim, stërvitje me lojtarët, por që nesër në orën 19:45 do t'ju bëjnë dije formacionin. Gjatë ndeshjes me Andorrën kemi bërë disa ndryshime, kanë rezultuar mirë, por kjo është një skuadër komplet ndryshe, fizikisht, teknikisht, kanë tranzicion të shpejt, po ashtu. Kemi edhe një stërvitje të fundit sot, edhe nesër e kam pak a shumë në mendje 11-shën që do të startojë nesër, por që pritet të shohim se si do të vendosim. Në të njëjtën linjë me trajnerin, ishte edhe kapiteni Berat Gjimshiti që u shpreh se fokusi në fushë duhet jetë maksimal për të marrë 3 pikët. Po, kisha 3-4 ditë pushim që kam folë edhe me trajnerin Silvinho, kështu që i ka ti shija gjyshin dhe gjyshin në vendlinje, siç është e rëndësishme për mua që shumë pak kohë kam pas herët e kaluara, vitet e kaluara dhe kështu që ishte një gjë shumë e rëndësishme ta bëja dhe porosia sigurisht që ka qenë ajo që e keni dëgjuar besoj gjithë, po ne jemi 100% të fokusuar te ajo ndeshja dhe besoj gjithmonë ne lipim fitoren dhe kështu do jetë edhe nesër përballë kundërshtarit shumë të fortë, por ne gjithmonë jemi me synimin me fitu ndeshjen. Në krahun tjetër, trajneri i Serbisë Dragan Stojkovic foli me fjalë të mëdha për Shqipërinë që cilësoi si skuadër me lojtarë shumë të mirë. Megjithatë ai tha se në Tiranë nuk ka ardhur për barazim, por vetëm për fitore. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë do të luhet mbrëmjen e kësaj të shtunë, duke nisur nga ora 20:45.